se jam rrit me trauma sepse unë jam martue shumë e re. E të njëjtën histori e ka kalu edhe nana jem. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë me ju sonte rrëfimin e radhës. Në linjën time telefonike, sonte do të kyçet një vajzë e re në vite, por me një histori shumë të vështirë, me një jetë shumë të rëndë dhe me një kërcënim, le ta themi, që e ka çdo ditë nga mentaliteti, nga kultura dhe nga thashethemet që po fliten lart edhe poshtë. Unë nuk dua ta zbërthej se për çfarë bëhet fjalë, ju do ta kuptoni gjatë rrëfimit që do të bën vajza vet, por më besoni, është një dramë e vërtet nga ato dramat që ne nuk duam t'i dëgjojmë. Unë besoj që e kam gati linjën telefonike, gati është, okej, ajo mua tash do të më dëgjon, përshëndetje, mirë se më erdhe në linjën time. Mirëmbrëma, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. E dashur, unë e paralajmërova që ke një rrëfim pak të dhimbshëm, jo pak, po goxha të dhimbshëm. Është një histori nga ato të pabesueshmet, por unë do ta lej të gjithë dispozicionin tënd kohën për të ndarë rrëfimin tënd dhe për ta nxjerrë atë të keq që ti e ke brenda vetes me shpresën, ja do ta them edhe këtu, që zërin do ta ndryshojmë, që ti të ruash pjesën tënde anonime. Qëllimi im nuk është ju hap njerëzve probleme, por thjesht të ndajmë histori që ndoshta një pjesë e shoqërisë mëson nga këto histori. Të dëgjoj. Faleminderit shumë. Unë kam me kallësue historinë tem. Është një histori shumë e rëndë, shumë e dhimbshme. Baba jem më ka martue kur jam ken 17 vjet. Më ka martue pa dashurinë teme. Ai e ka pas pëlqye këtë djalin shka më kanë martu mu, edhe prej asaj ditës baba e ka begenis edhe më kanë thënë ti ke me marrë këtë djalë. Unë nuk mu isha me i kundërshtu e babs, sepse me i kundërshtu e babs nga zona prej kuri unë është shumë e rëndë. Unë martova me një dasëm prej traditave si ka ana jonë, edhe shkova me jetu ke shtëpi e burit. Kur shkova të jetoj ke shtëpi e burit, vjera jem ishte njerë shka e kishte kryen shumë të fort, edhe ishte grue tradicionale. Do me thënë nga kjo që unë e kuptoj ti e rritur me trauma. Po, mu ish me thënë se jam rrit me trauma sepse unë jam martue shumë e re. E të njëjtën histori e ka kalu edhe nana jem. Edhe nanën teme, baba e ka maltretu, se baba jem po pinë shumë raki, ashtë i dhanën shumë pas jetës të rakis, gjdo natë po banë probleme, a i sot nuk ashtë shumë plak, por ashtë në disa vjetë. Edhe unë nuk mu isha me metun 7 zanë, djera jeme më shkatrojke, buri më rifke, më maltretojshin, dhimjen si s'po muj me kallëzue, një natë ma kanë shujt edhe cigaren në shpin, atë shumë kanë maltretue, më kanë raft edhe vazhdojnë në më raft, edhe sot e kësaj dite. Unë pas 2 vjetit shka ju mërtova me këtë burë, kam vetë 7 zanë. U gëzun, tanë familja e tanë fisi, po banim një mrekulli, e kështë e ba dhe Zoti për na. Kur shkom na... Po, më falë, mami jotë ka jetuar në këtë jetën, do me thënë, gjatë gjithë kohës, edhe ti tani po e përjeton të njëjtën? Po, ta thash prej fillimit, njëti sens si të kun. Edhe qysh isha të kallësue, kur kena shkun qytet... Po, të ndëgjoj. E të mërshme ashtë, po, e të mërshme. Kur kena shkuen qytet, kur kena shkue ke doktori me u kontrolue,
Ai doktori më pati thanë se unë e kisha fëmin qik. E ke shpia ime ku unë jam e martune, ka kërsit të meri. Ti me ba qik, ti duish me ba veç djarë, ti duish me na pru trashëgimtar, ishin kama bojshi. A unë nuk po mu isha me ndëpishua, ato janë si janë punë të mija, janë punë të Zotit. Më falë, po bashkëshorti, do me thëmë bashkëshorti për posë që vetëm sillet keq me ty, çfarë bën ai tjetër me ty, do me thëmë, pse jetoni bashkë? Pse të mban? Bashkë, po hiq e kanë martue, a i thot unë e kam një grue shka duhet me më dhanë trashëgimtar, e tana... Fenomeni jam i martuar. Po, unë kam frikë me metu në shtatë zanë, se ato po dojnë me pa tjetër me ba unë djallë e mos me ba qikë. Edhe ma kanë hek qikan, ma hekën për barkit. Shkova unë ke baba jem, edhe buri jem i kanë thonë babës tem se ne e kena hek fëmin se po dojnë a djallë me ba, e baba jem ashtë dakord unë me prish martesën për qikën e veç me ba djallë. S'po disi me kalzudum, ashtë edhe baba jem i këti mendimit. E unë po vuj shumë, e po hekë shumë. Zdo natë pe qaj, mërzit na. S'pedi me kanë me fol, pe foli me mamin, mami ashtë me tension, ashtë ka e vunë shumë këtë sen, ka jam unë të e kaloj. Mua më ke lënë pa fjalë, realisht, sepse me këtë rubrikën që po bëj, në fillim kur i lexoja historitë, ndoshta edhe nuk përfshihesha shumë, por tani që ju dëgjoj ju, duke e treguar vetë, më besoni që më duket thjesht si një ëndër dhe e pyes veten se deri ku mund të shkojë njeriu, do të thënë çfarë mund të bëjë njeriu për të mbushur egot e tij. Kjo është e tmerrshme është. Unë s'pedi, vetë se jam kavu shumë, edhe po të lutna shumë, po dysha me të kallëzue çka jam të e hek, e me më rujten, se të të vrasin. E dashur, ajo që unë lutem është njërë fillimisht që Zoti të t'jap durimin dhe ti të mos humbësh mendjen që në këtë botë ekziston një Zot dhe ka një shpresë. Unë besoj tek fjala i duruar i fituar. Do me thënë gjithmonë njerëzit të cilët kanë qenë të duruar tek Zoti në fund kanë fituar. Unë e di që bashkëshorti jot një ditë do të pendohet. Do të pendohet aq shumë sa që ndoshta do ta ketë edhe të vështirë për të komunikuar me ty nga turpi që do t'ja zër fytyrën e tij. Dhe për mendimin tim, e bukura ishte do t'ishte te babai jot, po derisa babai jeton me mentalitetin, kjo është shoqëria shqiptare në disa zona. Unë të uroj me zemër që ti të marrësh veten, fillimisht, këshilla ime është që mundohu që t'japësh sa më shumë kohë vetes dhe mos u jep kohë të tjerëve, se ndonjëherë ignoranca i vetëdijson njerëzit. Dhe ti do presësh të gjitha komentet që do të vinë, jam i bindur që do t'japi një mbështetje që ndoshta ty do t'jep një frymë që ty të jetosh më e lumtur. Faleminderit shumë. Ne shkëpusim linjën, të dashur shikues, se dëgjuat edhe vetë, do me thënë është një histori e tmerrshme. Unë uroj me zemër që vajzat shqiptare të mos të vuajnë kështu dhe le të jetë ky rrëfim një prekës, në qoftë se ndëgjon edhe vjera e vajzës ndonjëherë apo buri, për të ndryshuar në karakterin e tyre dhe t'i falin kësaj vajze lumturi.